Nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në smundjen nga e cila nuk u çua më, ka thënë la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allahu i mallkoft çifutët dhe të krishterët, ata i bën varret e pejgamberëve të tyre faltore. Qalet falawla dhalik, thot Aisha radhiyallahu anha, sikur mos ishte kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ndërtohej varri i tij, mirë po ekzistonte frika se do ta bëjnë varrin e tij xhami. Është hadith muttafaqun alayhi. Ky është sqarim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fitnën e rëndë dhe sprovën e rëndë që në të cilën mund të bien njerëzit në lidhje me varret e njerëzve të mirë. Prandaj e ka mbyllur këtë derë për ta ruajtur tauhidin dhe për t'i larguar njerëzit prej shirkut. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar që të falemi në vende ku ka varre. Dhe ka thënë wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid inni anhaakum an dhalik. Ka thënë me të vërtet popujt që ishin para jush i bënin varret e pejgamberëve dhe njerëzve të mirë xhami ose faltore. Prandaj mos i bëni varret faltore, mos i bëni varret xhami, unë ju andaloj këtë, transmeton Imam Muslimi. Për këtë shkak edhe ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtimin dhe ngritjen e varreve, siç është në hadith që transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu, dhe ka thënë neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar suvatimin e varrit, ndërtimin mbi të dhe uljen mbi të.